kam thënë atyre kush jeni ju majsparit, para se ju kush jeni, ai më ka thënë unë jam burgamajsta. Unë jam kryetari komunës, me gjithë sekretarin tim. Të qytetit Leverkusen, qytetit më të pasur në botë. Ka thënë atë bion banka, kam thënë për një orë ka pru një kamion banka. Por kur i kanë pru ju të dashur të mi atë banka, kam pa në atë banka vizatime, që prej këtu mas 15 viteve po më ven marrë. Çfarë vizatime kam pa në ato banka? I kam thënë ati, mos i shtin mrena në xhami. Leja ti ndill, se do t'i ngjyrosi unë. Më ka thënë ai kryetari i komunës mos i ngjyros. Pse? Tha nesër i ke ashtu që janë. Jo, i kam thënë. Mas 6 muajve me ardhi ke, si t'i ngjyrosi unë. Ka thënë unë vi, kam thënë eja, aje ka shtrujt në notesin e vetë ata, 180 ditë kur janë bë ka ardhur në xhami. 180 ditë kur janë bë ka ardhur në xhami, mas 6 muajve. I ka pa bankat. Sikur atë ditë që i kam ngjyros në oborrin e xhamisë. Pa një vit të vogël edhe të madh në ta. Ai më tha, çka ju ke thënë fëmijëve që bankat kanë me kështu? Tash asgjë. Ju kam thënë harama me shkruajt në bankë. Tha, as ban ti me ardhë të shkolla jonë me ju thonë edhe a gjë harama. Ligjerimi i tij, pa dyshim kërkon të dije, oratori, por edhe hapësirë. Vërtet e nisi nga Slupçani revolucionin e tij të thirrjes islame, por nuk u ndry aty. Sepse brenda një kohe të shkurtër, në Slupçan u shndrua e gjithë hapësira mbar shqiptare, sidomos me tubimet të panjohura më parë. Sot ka shumë njerëz që mbajnë tribuna për Islamin, po tribunën e parë që gjithë hoxhallarët e pranojnë e ka mbajt Jakub Asifi. Ai nuk ka dashur më konë të thotë veç thirrës i fshatit vet, po ka pas shef më konë të thotë thirrës i krejtëve shqiptarëve ku janë. Dhe në misionin e tij thirrës, ai nuk kishte të ndalur kudo ku flite shqip, duke qëndruar gjithnjë mes njerëzve, natë e ditë, për të përcjellë të vërtetën. Domethënë nuk ka qenë i lodhur fare, tërë natën, të qëndruar në mesin e popullatës, të rinisë, për predikimin e fjalës së Allahut. Ka qenë njëri që nuk e ka ditë lodhjen. Sa në këtë dynja nuk ka ditë që me pushu. Dhe kudo ku shkonte, te kushdo që e takonte, te kujdo që i fliste, për herë të parë, apo për të disatën herë, plakut apo të riut, Hoxha Jakupi do të linte gjurmën e tij të pashlyeshme, me të rënë që sillte, që në fakt ishte vetë Islami, por që një tradit jo e mirë dhe e devijuar prej flamave ideologjike në trojes shqiptare, i kish veshur një mas ndryshku. Hoxha po ja hiqte këtë ndryshk, por pa viktimizuar ndokënd, duke ruajtur në fakt nga tradita më të mirën islame që kish mbetur, duke lëshuar mesazhe që nuk ishin dëgjuar më parë, prej atij Islami që kërkush nuk e kish njohur si të tillë. S'ka në çmi. Këto spaku nga kursia e xhamisë nuk guxon kur kush me qenin në çmuar fare. Guxon prej këtu me qenin në çmuar. Po emnin të kam të drejt me zonë gjithë njerëzit në botë ka janë. Edhe me thonë se filan hoxha e ka gabim. E ka gabim. Por të sjellësh një argument se e ka gabim, është knatësi, kështu shkojmë natë parë. Kështu shkojmë për petna. Arriti të thyen të akujt mes vjetrës dhe tres. Arriti të ishte ekuilibër i përparësisë dhe i revolucionit fetar në trojet shqiptare. Po ka përshtypjen se të gjithë kategoritë gjenin veten tek ai. Se në xhami s'ka plakë i ri, ka herët edhe vonë. Kështu ka në xhami. S'ka plakë edhe i ri, ka ma plakë edhe ma i ri s'ka, ka me herët edhe ma vonë, apo? O i nderuar i ri, janë të të pritë shumë obligime që i ndokët si ke parasysh, veç po i nin tingujt se çka po ndodh. Janë të pritë shumë obligime të mëdha. O ti plak, janë të pritë shumë obligime të mëdha. Profesor Jakubi ishte një shkollë me vetvete. Ai mbledh të gjitha të mirat që kishin gjitha shkollat islame dhe e koncentronte dhe nxjerrte një produkt unikal në llojin e tij dhe në natyrën e tij. Dhe kjo është ajo që përsërin nga gjërat që i dallonin jashtëmase. Po. Vërtet unikal. Tipologjia e Mulla Jakupit nuk të lejonte ndonjë kategorizim a priori të tij te ndonjë grupimi caktuar. Ai dallohej për stilin e komunikimit, njohjen e thellë të psikologjisë njerëzore
dhe metodikën e thirrjes sipas traditës profetike. Ne kemi qenë 74 nxënëse, të cilët mësoj leximin e Kuranit Kerim. Ai ishte një njeri i cili i përmbante 74 metoda. Kishte një lidhshmëri të shkëlqyeshme, ai ka pasur vlera edhe komunikimi verbal edhe jo verbal, u shpërtua habitur se ka bën një kombinim të shkëlqyeshëm të komunikimit, që rrallëherë mund ta jetosh të personalitetet të cilët punojnë me masën. Është shumë i dallueshëm në llojin e tij, edhe ndoshta është vështirë që të përsëritet, domethënë ai tip. Në metodikën e tij të rrallë, përfshihej edhe mënyra e zbërthimit dhe servirjes së argumentit fetar. Këtë ishte madhështia, po tha me ti në për fjalinë, se ai ati ku ti nuk mendon se nxjerrët diçka, e piç atje nxjerrët një diçka shumë të madhe. E lexonte një ajet kuranor që po t'japi shumë hoxhve, nuk do të përmendin gjëra të tilla të cilat ai nxjerrke nga një ajet kuranor ose nga një hadith. Njeni e bjen rrogën, qetri e lun komore. Arritet kjo familje? Kjo nuk rritet. Kjo nuk rritet. Kjo është si familja e barimongës. Ka thonë Allahu në Kurani Kerim një sure ka emrin surja e barimongës. Ka thonë inna awhana al-buyuti la baytul ankabut. Ka thonë shtëpi më dobët që ka pa bota prej shtëpive, është shtëpia e barimongës. Hin një fëmijë në artë ajvan qoshin as ket me barimonga. Edhe shtëpitë e grave të pa punë, edhe ato qoshët i kanë ket me barimonga. Hin një fëmijë atje me një shkop prej nal deri poshtë e prish një qytet 50 milion banor. Më njëherë. Pse e ceka këtë? E ceka këta për shembull. E kanë hollu penin e qelikit sa peni marimongës. Në ka dalë peni marimongës 4 herë më i fortë se peni i qelikit në atë hollësi. Për ata Allahu nuk tha s'ka pemë atlisht, po tha s'ka shtëpi më atlisht se shtëpia e marimongës. Që 1500 vite me radhë, se ka pemë atlisht, peni i qelikut, holloje sa peni marimongës është 4 herë më i lisht se peni marimongës. E pse pra ai tha s'ka shtëpi tash? Për penin e murën vesh. Pse ka thonë s'ka shtëpi? Se në jetën e marimongës, biologët do të na falin prapse. Kjo është unë po shpjegoj Kurani Kerim. Në penin në shtëpinë e marimongës ndodhin disa gjëra të papame për njerëzit, të studiuara mirë. Marimonga femën edhe moshkull, kur e krin atë femrezhe, a ju kejt e dini pse marojnë ato ata? Ato e marojnë ata me gjujt. Me i zonë mizat, me i zonë grenzat, me i zonë marimonga qera, me i zonë anmiqet. Ajo nga trodën të aven marimonga, e kanë stilin kështu. E thurin mirë me një skaj, e marimonga e len një pe për veti, varët nalë të gje. Varët nalë me një pe. Edhe prej a gje shikjon shka pëndull. Kur të sulmoj e miza prej larkë, lidhët në mrejën e asaj këtu, ajo për atë penë lishodve në ha. Mirë në regull kana, kjo s'ka në shpjalisht, kjo kana mjeshtri e madhe, shumë me madhe se sa e dim na, po se kemi këtu fjallën. Kur ta kryna te, femëna dhe mashkulli, pastaj femëna ban vezë, e masit i boj e vezët, në numër të malë të vezëve këta ati hanë, dvojeve veta që i do në mushtu, pra kjo shpi nuk shtot. Masit ta kryne dhe këtë proces, ajo femëna e hanë mashkullin, burrin e vetë e ha. Qka ta merë menja ti, masi ta ndërtojsh një shtëpi, e ti bani me shoqen 5 fmi, 6 fmi, e më uqu gruja me ti hangër cult. E masi ti haje cult, tëne me të hangër edhe tije. Kështu është të barimongat. Jeta e marimongave është kësisoj, pra. Kjo shtëpi, ana qenë ka shtëpi e lisht, e dobet a shtëpi e fort. Kjo është shtëpi e dobet. Se këtu nuk punohet me drejtësi. Tha Allahu Gjelle Gjelalu, pra, nëse nuk punohet me një familje me drejtësi, ajo familje pik poshtë pra, ajo e ka jetën shkurt, për atë Allahu thot, inna Allaha ya'muru bil adli, Allahu urdhënon për të drejtën, për drejtësi. Kush ka të qerdhe të dallandisheve në pragun e vetë, ai shumë mirë ka mundësi me ndjek drejtësinë e Allahu Gjelle Gjelalu, se si ato shka si janë njerëz veprojnë. Atje në historinë e ative, nuk ka ndodh as një herë, që dallandishja t'je sjell një mizë, se ato me mizë e kanë. Del dallandishja në ajrë, e kap mizën edhe ven. Ato s'vinë me morë buk të sofra si maca. E kap mizën në ajrë drejt dallandishës vogël, ngoj. Për zdit, a ka ndodhë që prap që asaj të parës? Kur s'ka ndodhë në histori, as një herë. Për zdit asaj që s'ka hongër, për stret asaj tretës, për skatrit katrës, e me u trenua jo e para pa u kritu të katrat apo të pestat, s'ka me hongër për zdit mo. Qka Allahu urdhënon për drejtësi,